Dikur në rrugët e Beratit, një djalë vraponte çdo mëngjes me hundën e skuqur dhe buzët e ngrira, duke mbartur me vete një ëndër të madhe që i çonte zemrën pesh dhe i jepte energji këmbëve që të mos ndalonin. Në shtëpi, vaktet nuk ishin gjithmonë të plota, por Myrto kishte parë mjaft vuajtje në kohën e fëmijërisë dhe nuk dëshironte të jetonte përgjithmonë kështu. Kjo nuk është jeta ime, nuk dua ta mbyll kështu gjithmonë, tha me vete djaloshi shqiptar, që ishte gati të rrezikonte të gjitha ose asgjë. Si një lojë pokeri, ku pa i parë dhe i hapur ende letrat, shkohet me njerë në ollin, vetëm se këtë herë nuk ishte asgjë për të humbur, më keq se kaq, nuk mund të shkonte. Kurioziteti dhe padurimi për të pritur hapjen e letrave të së ardhmes e shtynte Uzunin për të besuar fort e këto do të ishin më të mira se sa e kaluara e tij. Kjo ishte e sigurt. Ai kërkonte vetëm që ato të hapeshin sa më shpejt, pasi nuk priste dot më gjatë me pengesat që e kishin lidhur kokë e këmbë. A ekziston Zoti? Atë dëgjon ai. Nuk duhet me patjetër që dikush të ndrojë jetë për të kuptuar se një fuqi hyjnore ndodhet aty për të rregulluar gjërat sipas planit të përcaktuar. Myrto Uzuni e ka parë me sytë e tij. E ka parë në varfërinë ekstreme në Uznov dhe e ka parë tani kur jeta i ka ndryshuar në 360 gradë, me një kontratë që siguron të haroj përgjithmonë të shkuarën e keqe në Amerikë. Nuk duhej të illte llotarin për të pritur ëndrrën amerikane, siç mund ta kishte imagjinuar kur ishte i vogël. Ishte Amerika që e kërkoi Myrto Uzunin, pa llotari, por që e përzjodhi për të dhënë kontributin e tij dhe për shkak të aftësive që zotëron. Sa larg kishte shkuar fantazia. Në një nga ditët e zymta të Beratit, kur Myrto ishte ende i vogël, në Tiranë do të zhvillohej një turne ku do të përzgjidheshin lojtarët më të mirë. E dinte se babai nuk e kishte mundësinë ekonomike për të paguar autobusin që do të dërgonte fëmijët në Tiranë, vetëm 5.000 lekë të vjetra. Shkoi menjëherë për të kyçur në dhomën e tij, teksa babai pa fuqishëm nga borxhet e shumta nuk mund të merrte dot edhe një 5.000 lekë më shumë. Askush nuk i jepte më, shumë lotë të derdhur për ato lekë të munguara. Një mundësi e madhe karriere që po ikte nga duart, sepse nuk kishte mundësinë për të paguar autobusin. Edhe në këtë moment, Uzuni e pa Zotin me sytë e tij, teksa dikush atje lart ishte duke përkëdhelur në kokë, por pa i përshpëritur në vesh për t'i treguar surprizën e madhe përpara kohe, atë që e priste kur të rritej. Ndryshe, nuk do të kishte vlerë. Dhe në kohën që Uzuni shkoi në lokomotivën e Zagrebit, situata ishte pothuajse e njëjta, vetëm se emri i tij ishte bërë pak më i dëgjuar në Shqipëri. Në ato kohë kemi shkuar për të bërë një intervistë me familjen e Uzunit në Uznov. Atje na priti babai i sulmuesit, Artani, së bashku me një shokun e tij. E pinin kafen gjithmonë bashkë dhe të dy diskutonin me të njëjtin pasion për Myrton. Edhe shoku i Artanit fliste për Myrton sikur ta kishte djalin e vet. Na përgëzonte dhe falenderonte nga zemra gjithkohës. A thua se do të ishte një reportazh i bërë nga BBC për Myrto Uzunin, por për ta ishte e tillë. Askush nuk kishte mbritur në Uznov. Madje kur shkuam atje me makinë, e kishte marrë vesh e gjithë Uznova. Sa po i pyesim për rrugën, na thonin: "A jeni ju gazetarët që do të vini te shtëpia e Myrto Uzunit?" dhe më pas na drejtonin për te vendi. Ditët kaluan pas asaj interviste dhe babai i Myrtos na telefonon përsëri. E mban mend shokun që u takuam bashkë kur kemi bërë intervistën, ju kishte shumë për zemër, por tani është në spital në rrezik vdekje. Na duhen para, nuk e di nëse keni mundësinë të na ndihmoni, pasi Myrto ka disa muaj pa u paguar te lokomotiva e Zagrebit. Pra pasi Myrto kishte filluar pak nga pak të siguronte vetë gjërat e tij, ende mes vështirësive, babai i tij, Artani, vazhdonte të kërkonte para për të ndihmuar njerëzit e zemrës. Myrto ja doli dhe për hir të gjithë kësaj historie dramatike, e kuptoi më shumë se të gjithë vlerën e paras. I shpenzoi të gjitha vetëm për familjen e tij dhe jo për një jetë të shturur. Shumë emocionuese ishte fakti se Myrto tani po i realizon një ëndër të madhe, motrës duke e bërë nusën më të lumtur në botë. 13 vite dashuri, 13 vite lidhje, por për shkak të pamundësisë ekonomike nuk kishte bërë asnjë fejesë, për të mos folur më pas për një martesë. Myrto i bëri një dhuratë të madhe, duke i marrë ëndrrën nga sirtari dhe duke i fshirë plurat për t'ia dhënë në dorë, ashtu siç Zoti kishte bërë me të më parë. Pra motra e Myrtos do të martohej tani pas 13 vitesh lidhje për të kurorzuar një martesë që ishte pamundur me ceremoni
në kushtet e varfërisë, por jo vetëm kaq, edhe shtëpia e parë e prindërve të tij është hedhur në tokë. Myrto Uzuni ka ndërtuar një të re, 3 kate të hedhura me hapësirën e madhe të krijuar për ta, për t'i ofruar të gjithë komoditetin e nevojshëm, ndërsa sipër ndërtesës varet i flamuri i Shqipërisë me një ndjenjë të madhe krenarie. Ndoshta do të ishte më mirë që ajo shtëpi e vjetër ku Myrto ka qëndruar të mos prishej, por krahas saj të ndërtonte një të re për të kuptuar se si kishte ndryshuar jeta e tij kaq rrjedhësisht në këto vite, por edhe këtë herë Uzuni kërkonte të thërmonte dhe hidhte në erë atë ndërtesë vjetër, t'i hidhte poshtë ato mure ku kishte lutuar aq shumë dhe të fshinte një herë mirë nga kujtesa e tij gjithçka që kishte ndodhur në të kaluarën, një ëndër e keqe nga cila u zgjua shpejt, çfarë makthi që u kalua.